Përshëndetje miq, me një të rikthehemi në kanalin tim të YouTube-it me një video përsëri mbi ushqimin dhe ushqyerjen. Sot do diskutojmë për ato lloje ushqimesh të cilat të shkaktojnë shqetësime gastrointestinale si pryrje barku, por gjithashtu për ato ushqime që përkundrazi do të ndihmojnë në redukimin e pryrjes së barkut. Një ndjesi e pakëndshme që pothuajse ka ndodhur të gjithë, por që fatmirësisht ka dhe zgjidhje. Le ta fillojmë direkt me këto ushqime që konsiderohen pak si fajtor të këtyre problemeve. Të gjithë ne jemi të vetëdijshëm që pishtajore, siç është për shembull pastilet apo bizetet, do të shkaktojnë pryrjen e barkut. Sigurisht që nuk do të thotë se duhet të eliminojmë nga dieta jonë për arsye se kanë përmbajtje të disa proteina që domosdoshme mes nutrientëve të tjerë. Se shkakton të lloj shqetësime? Për arsye se përmban një lloj sheqeri i cili është mbështetur të tretë nga organizmi ynë të nuk përqendrojë për një kohë të gjatë. Dhe tretja do të realizohet pikërisht përmes baktereve që gjenden tek pjesa e zopëve tona, të cilat do të bëjnë një proces të fermentimit. Dhe ky proces i fermentimit do të shoqërohet me prodhimin e disa gazave që shkaktojnë pryrje barku. Çfarë do bëjmë ne? Mundet që të konsumojmë më shpesh në sasi më të pakta duke kombinuar me ushqime të tjera, si orizi dhe quinoa, që fatmirësisht është jashtëzakonisht nga tregu yt tashmë. Më shpesh për arsye se do të mësojmë organizmin rreth tretjen e këtyre ushqimeve. E njëjta gjë vlen edhe me produkte si lakrat dhe brokoli. Këto lloj produkte gjithashtu përmbajnë sheqer që vështirë se tretet dhe ky proces do të finalizohet përmes fermentimit nga bakteret e pjesës së florës intestinale, por që nuk duhet eliminojmë nga dieta jonë, por duhet i konsumojmë shpesh në sasi të pakta dhe duhet të jenë të zgjera në mënyrë që të lehtësohet tretja. Ushqimet e tjera të cilat kanë vështirësi në tretje janë ushqimet si mollët, dardhat apo edhe pjeshkët dhe kumullat, për arsye se kanë përmbajtje të një sër sheqernash të cilat janë të vështira për të tretur, por që nuk duhet të eliminojmë nga dieta jonë. Thjesht duhet të jemi të kujdesshëm se kur i konsumojmë ato. Për shembull, nuk preferohet që të konsumojmë mollën menjëherë pasi kemi ngrënë vaktin e drekës, por duhet të presim pak, domethënë midis vakteve. Ose për shembull mendonin pak nëse kemi ndonjë rast, sidomos në vajzat, nuk kemi ndonjë mbrëmje me rëndësi dhe tani mund të jetë pak i ngushtë apo duam të ikim në plazh me bikini, mundet që të konsumojmë mollën pas këtij eventi. Një tjetër ushqim i cili mund të shkaktojë probleme ose më saktë një grup ushqimesh ka të bëjë me qumshin dhe në produktet e tij, dhe kjo lidhet më tepër me intolerancën ndaj laktozës, që është sheqeri në qumësh. Unë kam folur gjëra gjatë për këtë gjë në një video tjetër, të cilën do ta lë në komentin e parë edhe linkun për këtë video nëse doni të dini më shumë edhe disa intolerancë, megjithatë të parasysh që problemi vjen jo vetëm për intolerancën ndaj laktozës, por çfarë lloj produkti ushqimor të cilit jeni intolerant. Dhe tjetër grup ushqimesh pastaj janë ushqimet e pakëtuara, të cilat unë pak a shumë në fund sa i shaj në çdo video për arsye se kanë një lloj benefitë shëndetësor, përkundrazi vetëm dëme shëndetësore. Në një dëm ka të bëjë pikërisht edhe me praninë e nivelit shumë të lartë të mikut, që është faktor risku për një sër probleme shëndetësore, mes të cilave edhe pryrjen e barkut që është më minimale, por mendoni edhe probleme me rritjen e hormonit të gjakut dhe rritjen e riskut për smundje të vetes. Fatmirësisht ka disa ushqime që kanë efektin e kundërt pra të shqetësimit të pryrjeve të barkut. Përpara se t'i listoj, dua t'ju vënë në dukje faktin që nuk vlen për të gjithë personat, për arsye se mundet që dikush prej jush të jetë intolerant ndaj këtyre ushqimeve që unë do të përmend. Prandaj e mirë është të njohim se ndaj cilave produkte ushqimore jemi intolerant. Kjo mund të bëhet shumë thjesht përmes mbajtjes së një dietare ushqimore, ku do të shkojmë pak a shumë se si do të jetë gjendja jonë shëndetësore pas konsumimit të disa produkte ushqimore, ose edhe përmes realizimit të testit të intolerancës në laboratoret e certifikuara. Cilat janë këto ushqime? Pra, por keni kujdes se nuk ka problem për të gjithë, por është një udhëzim i përgjithshëm. Është kastraveci për arsye se ka përmbajtje të një enzime që ka efektin e shpryrjes, dhe kjo është arsyeja pse përdoret shumë edhe tek maska e fytyrës. Bananet, por edhe avokado apo miskato e tjerë, për arsye se ka përmbajtje të potasimit që gjithashtu ka një efekt shpryrës. Është kofi me përmbajtje të probiotika, apo dhe kefiri që e kemi thënë në një video tjetër që ka përmbajtje shumë të lartë të probiotikëve, që çfarë janë? Bakterë të shëndetshme që gjenden në dorën tonë dhe që ndihmojnë në procesin e tretjes. Edhe gingeri, i cili mund të konsumohet shumë përmes përgatitjes së një çaji, merret ujin këtu dhe vendosen disa feta të gingerit,
Megjithatë keni kujdes në rast se jeni duke marrë mjekim për tensionin ose të keni probleme me tensionin, duhet të konsultoni me mjekun tuaj përpara konsumimit të tij, për arsye se xhinxheri ka efekt në ndryshimin e presionit të gjakut. Mund të zëvendësohet për shembull edhe çaj kamomilë. Dhe kjo ishte videoja për sot. Ju falenderoj shumë që ndoqët deri në fund. Duke shpresuar që ju kam dhënë këshilla të vlefshme, ju ftoj të bëni like dhe ta ndani atë me miqtë tuaj në share. Gjithashtu ju ftoj si gjithmonë që të abonoheni në kanalin tim në subscribe, në mënyrë që të mos u misni asnjë video. Bashkë do të shihemi në video në radhës dhe deri atëherë ju uroj të gjithë shëndet.